Ne sot nuk e kemi atë luks me shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe me na pasur pi gjunohë, mirë po a kemi luksin çka që ne ka dhënë Allahu xhalla xjalaluhu që na me bon istighfar, edhe mos me shpalos gjunohen. I drejta mos me shpalos gjunohen. Edhe bile është nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëse ke bën një gjuna dinar, mos ja kallëzo kurrë. Ka thonë ban istighfar dhe ruaje. Nga se nëse nuk e tregon Allahu xhalla xjalaluhu ditën e gjykimit të fsheh. Është një hadith i pejgamberit alayhi salam, është ulemat kur e tregojnë, është shumë i rëndësishëm, do thotë, është interesant ditën e gjykimit. Thot kur robi Allahu xhalla xjalaluhu është mëkatar dhe kur dalë ditën e gjykimit para Allahu xhalla xjalaluhu del i nënshmuar. Do thotë nuk mundet me shiku Allahu azza wa jalla, nga se për gjunohet që e ka bë i vjen marrë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu thot e tërheq afër vetës. Thot e tërheq afër vetës, do të thotë çka ke o robi jam pse e turpru. Ai thot wallahi nuk ka kujtu ai gjunohi, janë njën Allahu xhalla xhelalu gjunohat. Thot jam tu turpru se sot kanë më ndal krejta shiqare, çka kanë bë. Allahu i thot, o robi jam, thot, unë ti kam shef në dunjo, se e kanë, ti kam shpalos, thot, a mendon se edhe pasi që ke bon istighfar, unë do t'i shpalosi sot para miliarda njerëzve? Thot, edhe njeri unë thot, pi ati qefit madh që e ka, thot, bjen sejde, Allah të azot.